Njoftim mortor. Lajmërojmë komunitetin shqiptar se në datën 22 janar 2026 ndroi jetë në moshën 90 vjeçare Pashke Prelja Nucullaj, e lindur Dedi Vanaj. Djali Nikola, vajza Gjystja, Cokja, vllaznit Pali dhe Gjergji, të rejet Pashka dhe Flora, nipat Alberti e Agroni dhe mbesat Angela, Kristina dhe Valentina, si dhe mbar fisi Nucullaj, qesin hatrin për të ndjerën Pashkë. Ditën e diel me 25 janar 2026, prej orës 2 deri në orën 8 pasdite, në shtëpinë mortore Manzuk & Sons, në 3801 18 Mile Road në Sterling Heights, Michigan, 48314. Mesha e dritës për të ndjerën do t'jetë ditën e hënë, me 26 janar 2026 nga ora 12:30 pasdite në kishën e Shëmpalit në 525 West Auburn Road, Rochester Hill, Michigan 48307. Varrimi do t'jetë me njerë pas meshës në varrezat familjare në Resurrection Cemetery në 18201 Clinton River Road në Clinton Township, Michigan 48038. Shpirti i saj pushoft në paqe.